Ju përshëndes miq të dashur dhe dashamirës të krimtarisë time. Ndonse kam lajmëruar dhe më parë për botimin e librit të ri Motra e Madhe edhe në gjuhën greke në Greqi. Kam treguar me foto, po dhe me video, kopjet e këtij libri. Kam dhe njoftimin për daljen nga botimi dhe se ku mund të gjendet ky libër. Por dua të bëj një parantezë që është shumë domethënëse, mesazhuese edhe për botuesit shqiptar. Pse e them këtë? Sot mora për herë të tretë, e si thuhet e treta e vërteta, mora për vërteti, e nuk do ketë herë të katërt, 10 kopjet dhuratë nga botuesi. Do thoni, po ti na ke thënë dhe na ke treguar në fotografi që i kishe marrë më parë. 2 herë u shtyp libri në pak kopje dhe të 2 herët pjesërisht për fajin tim, pjesërisht për një lapsus nga redaktori i librit brenda në një kapitull dhe pjesërisht nga grafisi, si quhet, që bëri faqosjen edhe kopertinën e tëra, sa gabime të vogla, unë i kthej jam mbrapa. Pavarësisht se kisha dhe unë pjesën time të fajit, të neglizhimit, me besimin që është në rregull, shikonja librin në rregull. Dhe të 2 herët u mirëprit kthimi i tyre nga botuesi. Ndonse librin e botoi me shpenzimet e tij. Asnjë ankesë, asnjë kundërshtim, por me këshillën e drejtë. Shikoje më me vëmendje kur ta dërgoj në PDF. A kuptoni? E falenderova me gjithë shpirt për këtë bashkëpunim të shkëlqyer. Ndonse quhet që humbi grupin e parë të librave që shtypi. Humbi dhe grupin e dytë. Për të arritur në botimin përfundimtar, dhe sot unë vajta i mora të 10 kopjet. Ky është libri, 240 faqe, i Megali Adherfi, Motra e Madhe, punim cilësor, kopertinës një, shumë e bukur, me të dhenat biografike, mbrapa një shkrim kritik për librin dhe gjithçka përmbahet brenda në libër. Kaq desha të thesha. Jam surprizuar sinqerisht, ai sa mendonja do më thotë, e le më mondi me kaq. S'mund të vazhdoj dot me. Se në fundit po shpenzoj. E të më kërkonte ndonjë shumë për kopjet të cilat u shtypën. Jo, përkundrazi. Miste na korjese. Mos u shqetëso, mos u mërzit. Më theshte. Ola, tha gjinun. Të gjitha do bëhen. Çfarë të thesha? Efharistoja Ola, i thash. Faleminderit për gjithçka. Jeni të mrekullueshëm. Falenderoj
dy miqtë, dy blerësit e parë, që i kishin porositur në Athinë. Ju uroj lexim të këndshëm dhe u shtofshin pashin këmbën e mbarë. Gjithë të mirat.